Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei përsëriti premtimin e tij se Izraeli do të ndërshkohet për gabimin e rënd që ka kryer. Në një fjalim televiziv drejtuar kombit, ai deklaroi se populli nuk do të harrojë gjakun e martirëve dhe sulmin në territorin e tyre. Irani nuk do të pranojë një paqe apo luftë imponuar. Ata që e njohin historinë e Iranit e dinë se ne nuk pranojmë kërcënime, deklaroi Khamenei. Kërcënimit e SBA-s, ai u përgjigj me një kërcënim, teksa u shpreh se nëse sulmojnë, do të shpërblehen me dëm të parikuperueshëm. Kushdo që e njeh Iranin, popullin dhe historinë e tij, nuk do t'i drejtoj kurrë këtij kombi me tone kërcënuese, sepse Irani nuk do të dorëzohet. Amerikanët do ta dinë se çdo ndërhyrje ushtarake nga ana e tyre padyshim që do të shpërblehet me dëm të parikuperueshëm, u shpreh Khamenei. Sipas tij, ky komb nuk do t'i dorëzohet askujt përballë imponimit. Izraeli ka bërë një gabim të madh për të cilin ai do të ndëshkohet.